Jam në finalen e Ri Debate, i cila ka filluar gjithë rrugtimin e saj që nga tetori e deri sot që janë finalet kryesore në të gjitha shkollat e Shqipërisë. Kam patur fatin të jem në 2 raste gjykatësi, siç është rasti i sotëm që ishin dhe finalet përmbyllëse. Takova Sarën, e cila edhe kryesoi grupin e saj të Hari Fullci, që më bëri shumë përshtypje për të gjitha aftësitë e saj debatuese, për mënyrën se si organizoi grupin e saj dhe debatoi në një formë që të gjithë ne profilit të medias duhet të ketë ty shembull, Sara. Do më bësh një prezantim shkurtër tëndin të shkollës dhe gjithë kësaj rrugtimit tënd në Ri Debate. Patjetër, unë jam Sara, studente në Institutin Hari Fullci për degën elektronik IT. Pjesëmarrja ime në Ri Debate dhe në klubin e debatit ishte një surprizë në fakt, pasi ne shquhemi që jemi të kryer drejt teknologjisë, por mësuesët e mi fal tyre, unë u spikata për aftësinë time të folurit dhe ja ku jam sot si lider e klubit debatit dhe jam shumë e lumtur që pata fatin të njihem me të gjithë. Dhe në fakt ajo që më pëlqeu është që natyra njerëzore është individualiste. Ajo që më pëlqeu ishte që ti kishe një raport shumë të mirë midis asaj që ishe lidere, pra individualitetit, por mbi gjitha dhe faktit se si i menaxhoi dhe secilin prej tyre gjeti aftësitë për të patur në këtë debat. Këto janë formate të cilat do duhet keshin më shumë mundësi që media të njohë dhe të gjithë ne gazetarët t'ju japim hapësirën të rinjve të cilët janë realisht të talentuar. Faleminderit.